duhet të bësh i pasur në mendje shumë përpara se të bësh i pasur në jetë, sepse pasuria nuk është para, nuk është arë, nuk është status. Pasuria është frekuencë dhe mendja jote ose është e kalibruar me bollekun, ose është e lidhur me mungesën. Dhe çfarë bën ndryshimin? Besimi. Mendja është fuqia mjeshtrore që formson realitetin tënd. Çdo mendim që lejon të rrjedh në kokën tënde bëhet një tull në shtëpinë e fatit tënd. Nëse mendon mendime të vogla, jeton i vogël. Nëse mendon me frikë, jeton i lidhur. Por nëse mendon me bollek, nëse e ndjen, e sheh, e flet, e ecën me të, jeta jote nuk ka si mos të ndryshoj. Jo sepse është magji, por sepse realiteti gjithmonë përputhet me frekuencën tënde. Ndrysho mendjen, ndrysho botën tënde. Besojeni këtë, bolleku nis brenda dhe pastaj bota detyrohet të ndjek.